Kryetarja e domave të specializuara të Kosovës, Ekaterina Trëndafilova, sot pasdite është parë duke dalë nga objekti i institucionit të avokatit të popullit. Ekaterina Trëndafilova ka anuluar sot konferencën për mediat, por jo edhe disa aktivitete të saj në Prishtinë. Kosova Press merr vesh se Trëndafilova pak më parë ka qenë në takim me avokatin e popullit Naim Qelaj. Sipas ekipit të Kosova Press, kjo vizitë është realizuar në masa të rrepta sigurie. Pas kësaj vizite, Trëndafilova është parë edhe në ambasadën e Zvicrës në Prishtinë, përkatësisht në lagjen Muhaxherët. Zëdhënësja e dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, Angela Griep, ka thënë se konferenca e kryetares së Gjykatës Speciale Ekaterina Trëndafilova është anuluar në interes të sigurisë publike. Mund të konfirmoj se ngjarja e sotme është anuluar në interes të sigurisë publike dhe bazuar në këshillat nga Policia e Kosovës. Kjo është e gjitha që mund të them për tani. Do të shohim më vonë për detajet shtesë. Nuk ka ndonjë gjë tjetër që mund të them për këtë çështje, tha më vonë para gazetarëve zëdhënësja e dhomave të specializuara Angela Griep. Ky anulim i konferencës erdhi pas protestës së veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës para hotelit ku pritej të mbahej konferenca.